Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe sot dua të flasim në vazhdim mbi temën e listës Epstein. Titulli i mesazhit për sot është Lista që tronditi botën dhe lista që do të trondit apo do gëzoj qiellin. Pak kohë më parë një listë me emra të fuqishëm tronditi botën. Emra që dikur ishin në qeveri, në skena, në studiot e televizionit, në podiume, në konferenca, në kopertina revistash. Njerëz që i duartrokisnim, njerëz që mendonim se ishin të paprekshëm. Por një listë i rrëzoi. Fjala e Zotit, siç tham dhe në mesazhin e kaluar, te kapitulli 12 vargu 10 thot, nuk ka asgjë të fshehtë që nuk do zbulohet. Dhe te zbulesa kapitulli 20 vargu 12 thot, dhe librat u hapën. Bota po na paraqet dhe ka lista që zbulojnë turpin. Qielli ka libra që zbulojnë zemrën. Dhe sot nuk dua të flasim për një listë njerëzish. Duam të flasim për listën me emrin tim, me emrin tënd. Sepse mëkati tënd dhe imi nuk zgjedh status. Dhe asnjë nuk është imun përpara gjyqit të Zotit. Prandaj pyetja për ne nuk është kush ishte në atë listë. Pyetja për ti dhe për mua është ku do të jesh ti pas 100 vitesh. Edhe një herë. Pyetja me rastin e kësaj liste mos u përqendro vetëm tek ajo listë, por kthe pasqyrën nga vetvetja 180 gradë, jo pasqyrën nga mediat dhe nga bota për listën që flasin tani, por kthe nga vetja. Nuk do të shikojmë kush ishte në atë listë, por ku do jesh ti pas 100 vjetësh. 2 libra do të hapen pra. Në atë ditë nuk do ketë dosje gazetash. Do të hapet libri i veprave. Çfarë bën libri i veprave? Libri i veprave regjistron çdo fjalë, çdo mendim, çdo gjë që kemi bënë të fshehtë pra. Dhe keni parasysh që libri i veprave do të çojë në gjykim. Do më thuash, pastor, që janë këto që thua, pse do më çojnë veprat e mia në gjykim? Sepse fjala e Zotit e thot shumë qartë tek libri i Predikuesit, kapitulli 12 vargu 14 thot, sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është e fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Askush nuk do të krahasohet me të tjerët, secili do të qëndrojë i vetëm. Dhe pastaj kemi librin e jetës. Libri i jetës regjistron besimin dhe libri i jetës të çon në shpëtim pra. Gëzoni, thot Luka kapitulli 10 vargu 20, që emrat tuaj janë shkruar në qiell. Kjo listë të përqendrohemi, kjo listë ka rëndësi për ti, miku i dashur. Por në qiell do të kemi dhe diçka tjetër. Do të kemi surpriza. 3 surpriza do të kemi në qiell. Surpriza e parë, do të shohim atje njerëz që nuk i prisnim. Njerëz që mendonim ky është mëkatar, ky kur do shkon në qiell. Tek Ungjilli sipas Lukës e kapitulli 23, ne shohim hajdutin në kryq pra, që ishte kryqëzuar së bashku me Jezusin. Një njeri me një jetë të dështuar, pa reputacion. Nuk ishte kohë të rregullonte imazhin e tij. Vetëm disa minuta para vdekjes, ai bëri një lutje. Më kujto, o Zot, kur të shkosh në mbretërinë tënde. Dhe Jezusi premtoi dhe i tha, sot ti do të jesh me mua në parajs. Por ai bëri një rrëfim ama, pendimi. Ai tha, ne kemi bën dhe meritojmë të vdesim, por ki nuk ka bërë asgjë. Pra, hiri është më i madh se lista e turpit. Prandaj, mos e nënvlerëso fuqinë e pendimit. Eja me pendim te Krishti sot. I thua që jam mëkatar. Prandaj u dua të pyes, mos e shti për nesër pra.
pendimin? Apo e shtim pendimin për nesër, sikur ne të kemi një kontratë për jetën? Je i sigurt mund të frymosësh që nesër mund të rosh? Sot është dita e shpëtimit, na thot fjala e Zotit. Eja te Krishti sot. Surpriza e parë pra, do të shohim njerëz që nuk i prisnin, si hajduti keqbërësi që ishte e kryqëzuar me Jezusin dhe sot është në parajs. Surpriza e dytë, nuk do të shohim disa që mendonim se ishim të sigurt. O, ai është i krishterë, o, ai është besimtar e sigurt, jeta e tij morale, gjithçka, ai përmend Zotin. Po Jezusi tek Mateu kapitulli 7 vargu 21 me 23 thot: "Jo kushdo që më thot Zot, Zot." Disa mendojnë se feja mund t'i shpëtoj. Feja nuk shpëton, as pozita nuk shpëton, as impresioni publik sa fan sa ke ti në rrjetet sociale ose në media. Por akoma dhe njerëzit që din të flasin për Zotin, por që nuk e jetojnë atë. Apostull Pali thot që në kohët e fundit njerëzit do ftojnë dashurinë e tyre ndaj Zotit. Akoma dhe thirrja e Jezusit dhe ankesa është: ktheu, pendohu dhe ktheu te dashuria e parë. Ka njerëz që janë në kish, por që zemra e tyre është larg Perëndis. Prandaj dhe Perëndia nuk është impresionuar nga performanca jon, por nga pendesa jon. Prandaj kjo gjë është shumë serioze. Se problemi nuk është vetëm mëkati i madh i cili bën tituj si shtelista që tronditi botën. Problemi është zemra pa Krishtin. Tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 3 vargu 23 thot: "Të gjithë mëkatuam. Para një Perëndie të shenjtë, krenaria, hipokrizia, ftohësia shpirtërore janë po aq reale sa këto mëkate që dëgjojmë." Surpriza e parë pra ishte që do të shohim njerëz që nuk mendonim se do ishin, si hajduti keqbërësi që ishte kryqëzuar me Jezusin. Surpriza e dytë është që nuk do shohim njerëz që mendonim se ishin, si ai tek shëmbulltyra fariseu që thoshte: "Unë shkoj në kish çdo të diel, paguaj të 10-ën." Ose ta gramblet si i binte gjoksit dhe thoshte: "Ki mëshirë për mua, Perëndi." Pra, cila është surpriza e tretë? Surpriza e tretë dhe surpriza më e madhe është: mund të jem unë. Disa që mendojnë se po, ata do të jenë atje. Pali i paralajmëron tek letra e parë e Korintasve kapitulli 10 vargu 12 thot: "Ai që mendon se qëndron, le të shikojë mos bie. Prandaj mos shiko mëkatet e të tjerëve." Duhet të kesh një frikë të madhe, jo frikë nga mëkatit të tjerëve, siç sot po ndodh pra. Unë nuk kam frikë nga mëkati i tjetrit. Unë kam frikë nga zemra ime pa Krishtin, pa hirin e tij. Ti dhe unë mund të jemi të aftë për çdo rënje. Prandaj kjo gjë na përrull pra. Ne nuk jemi këtu si gjykatës, po jemi si njerëz që kemi nevojë për hirin dhe mëshirën e Zotit. Pra Bibla na flet për dy libra pra. Libri i veprave që regjistron veprat, fjalët e tua, dhe ky libër të çon në gjykim. Asgjë nuk humbet në qiell. Çdo fjalë, çdo mendim, çdo gjë janë të regjistruara. Dhe ekziston libri i jetës që regjistron besimin tënd dhe timin, dhe ky libri i jetës të çon në shpëtim pra. Jo me merita, jo me reputacion, por me gjakun e çmuar të Krishtit. Me gjakun e çmuar të Krishtit. Sot shikojmë që bota ngjan me kohën e Noes, kur mëkati ishte normal, ndërgjegja ishte empir. Paralajmërimi që Noe u bëri 120 vjet e përqeshnin, dhe sot nuk jemi shumë larg. Prandaj dhe mesazhi na fton në pendim pra. Në qiell do të ketë surpriza, 3 surpriza që tham. Unë të këshilloj miku im, mos lejo që emri yt të jetë surpriza e dhimbshme. Bëj sot paqe me Perëndin. Miku im, në qiell do të ketë surpriza, mos lejo që emri yt të jetë surpriza e dhimbshme. Të përgjirohem, bëj sot paqe me Perëndin dhe lutu që kisha të rizgjohet pra, jo nga lajmet, jo nga kolltuqet, jo nga mikrofonat para rrjeteve sociale, para celularve, por takime në kish, atje të lutem të vinë, të ftojmë njerëz me pendim atje. Te letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2 vargu 19 thot:
Le të largohet kushdo që përmend emrin e Krishtit pra. Te letra e dytë e Timoteut. Çfarë na thot atje? Te kapitulli 2 vargu 19. Megjithse themeli fort i Perëndis qëndroni patundur dhe ka këtë vull, Zoti i njeh të vetët dhe kushdo që përmend, le të largohet pa udhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit. Zoti i njeh të tillët. Nëse emri i është në librin e jetës, pse jeton si qytetari i errësirës? Rizgjimi pra vjen me pendes personale. Takimesh i rizgjimesh duhet në pendes personale pra. A ka ndonjë zonë në jetën time që nuk duat që ta prek drita e ungjillit dhe e Krishtit? A jam më shumë i shqetësuar për reputacionin tim apo për shenjtërinë time? Sepse pas shpëtimit kemi shenjtërimin. Nëse sot do të hapeshin librat, a do të qëndroja para Zotit unë me paqe? Thirrja e Zotit sot për ne është që jemi besimtar, pendohuni që të mos shkatërroheni, ktheuni që të shëroheni, pastroni zemrat që të vijë rizgjimi. Është paralajmërimi i fundit para hirit pra. Kush ka vesh le të dëgjoj, thot. Kush ka zemër le të përrullet pra. Akoma edhe nëse më dëgjon edhe nuk je i sigurt që emri yt është në librin e jetës, sot është dita e hirit. Dhe unë nuk dua ta mbyll me frikë, por me shpresë pra. Te letra e parë e Gjoni kapitulli 1 vargu 7 thot: Gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Nuk ka mëkat shumë të madh për hirin e Zotit, por ka zemër shumë krenare për pendim. Si po jeton ti që emri yt është shkruar në librin e jetës? Unë dua të kujtoj 3 të vërteta të qarta për ti që je besimtar pra. Si të rritësh besimin? E para, Perëndia sheh më thellë se listat e njerëzve. Sepse Zoti nuk shikon si njeriu, libri i parë i Samuelit kapitulli 16 vargu 7. E para pra Perëndia shikon më thellë se listat e njerëzve, shikon jetën tënde. E vërteta e dytë, libri i jetës është dhuratë, por ecja me Krishtin është përgjegjësi. Libri i jetës, shpëtimi është dhuratë, sepse është vepra e Krishtit. Ecja ama me Krishtin është përgjegjësia jote dhe përgjegjësia ime. Prandaj shkruan dhe apostull Pali dhe thot: punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje. Dhe vërteta e tretë, një besim i gjallë jeton në dritë, jo në fshehtësi. Një besim i gjallë pra jeton në dritë, jo në fshehtësi. Nëse ecim në dritë kemi bashkësi pra. Cilat janë 3 të vërteta për rritjen e besimit? Perëndia shikon më thellë se listat e njerëzve. Libri i jetës është dhuratë, por ecja me Zotin është përgjegjësi. Dhe e vërteta e tretë, një besim i gjallë jeton në dritë, jo në fshehtësi. Prandaj ne si besimtar nuk duhet të trembëmi, por duhet të pastrohemi, të forcohemi, të na zgjohet ndërgjegja, të rritet frika e shenjtë ndaj Zotit, të rritet dashuria për Krishtin. Nëse emri yt është në librin e jetës, jeto vëlla motër si qytetari i qiellit. Mos jeto me lista që turpurojnë, por me një jetë që nderon Krishtin. Një ditë Perëndia do lexoj emrat, por sot ai na thret që të ecim denjësisht. Ekziston një hymn, vëlla motër, kur trumbetës do t'i bjerë, kur ai emra do thëras, do të jem dhe unë atje. Atë ditë pra nuk do të përgjigjet askush për ti. Prandaj dhe Zoti të flet sot. Eja tek unë me pendes. Eja tek Krishti. Le të lutemi. Zoti Jezus, ne nuk duam vetëm të shmangim turpin e njerëzve. Ne duam të qëndrojmë të pastër përpara Teje, të shenjtë. E dim o Zot që në fron ti nuk krahasohesh me askënd tjetër, me asnjë nga perënditë e tjera, të cilët adhurojnë njerëzit sot, sepse ti je i gjallë dhe i vërtetë o Zot. Të lutem na pranone, na fal për mëkatet tona, kërkojmë që gjaku i Krishtit të na pastrojë, të na fali. Dhe nuk duam që emri jon të jetë surpriza e dhimbshme e ndonjërit nga dëgjuesit. Të gjithë dëgjuesit që dëgjojnë këtë mesazh o Zot, frymë shenjtë, nxiti që emrat e tyre të shkruhen në librin e jetës, të marrin vendimin që të pranojnë ti si Zot dhe shpëtimtar. Zot Jezus, nuk duam vetëm të shmangim turpin e njerëzve. Ne duam të qëndrojmë të pastër përpara Teje. Na fal për mëkatet e fshehta. Na zgjo si kish o Zot.
dhe shkruaje emrat tanë në librin e jetës, dhe na jep fuqi të jetojmë jetët tona në shenjtërinë tënde. Në emrin e Jezusit lutem. Amin. Siç u thash pra, himni thot, kur trumbetës do të bjerë, kur ai emra do thëras, do të jem dhe unë atje. Prandaj, atë ditë askush nuk do përgjigjet për ty. Pendohu, beso te Krishti. Eja dhe ec në dritë pra. Mos lejo që emri yt të jetë surpriza e dhimbshme e përjetësisë. Ti mund ta kthesh në gëzim, e dini çfarë thot fjala e Zotit? Kur një mëkatar kthehet tek Zoti, në qiell ka fest, gëzon qielli, na thot fjala e Perëndis. Emri tënd të sjellë gëzim dhe jo një surprizë e dhimbshme e përjetësisë, dhe kjo varet prej teje. Prandaj, merre seriozisht këtë mesazh dhe jepu edhe njerëzve të cilët kanë nevojë për ungjillin. Zoti të bekojë dhe të jetë së bashku me ti, mik i dashur, kudo ku je. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.